erdhi punë e voti me gjithë njerëzit u ngrejtën edhe ja dhanë votat. Pse ky mos ja japi diçka popullit? Domethënë nuk jena shumë, 2 kilometër rrugë. Ktu nuk ke trotuar ku të ecin fëmijët. Ku do shkojnë fëmijët? Ke shkolla siç e pe vetë atje sipër, aty s'ke ku të kalojnë fëmijët. Aty është rruga, aty është nuk ka një trotuar ku të ecin fëmijët. Unë nuk e kuptoj se si e menaxhojnë këtë lloj projektesh, se si kanë këtë lloj projektesh. Unë nuk kuptoj këto. Një shprehje vjetër thotë çdo popull meriton qeverinë e vet. Absolutisht. Dhe tani po e kthejmë ne nga ana jon, nga populli. Ne kemi faje apo vetëm fajet qeveria? Unë nuk e kuptoj ku do ta kena fajin, ne për arsye se ne desa po dalim e mirëmarrim rrugët vetë neve. Po dalin gjithë mosha e thyre që janë këtu, edhe po mirëmarrin rrugën vetë. Ne po bojnë, siç e thanë, janë paguajtur një farë lekësh para 25 vitesh. Ato ku kanë shkuar ata lekët? Domethënë ata u zhdukën. Si duhet zhdukën ata lekë? Kur janë paguajtur me një bank apo jo? Ku janë lekët? Domethënë në atë kohë kanë qenë në qoftë se jam gabim, po kanë qenë mbi 1,5 milion lekë. Po sot janë mbi 15-20 milion lekë ajo me vlerën që ka qenë. Edhe më shumë mund të them. 2.300.000, po sot duhet të jenë mbi 25.000 euro, 30.000 euro. Po. Edhe po ti kishën ata lekë, domethënë ata mund të shtrojnë rrugën vetë neve. Domethënë qoftë se shteti nuk don, ti na i kthej lekët mbrapsht me valuën që ka sot. Edhe po grejna gjithë lagja e shtrojmë rrugën vetë neve. Nga që shteti nuk don, po mos të vime kërku një taks.